Zgjedhjet parlamentare të 11 majit, emërimet në qeverinë e re, dorëheqje dhe shkarkimet kanë lënë 6 bashki të vendit pa kryetar. Bëhet fjalë për Tiranën, Vlorën, Beratin, Tepelenën, Matin dhe Cerrikun, që po drejtohen nga kryetar të komanduar. Megjithatë, duket se qytetarët e këtyre bashkive do t'i drejtohen së shpejti kutive të votimit, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ka nisur përgatitjet për garën elektorale të parakohshme të vjeshtës. Kryekomisioneri Lirian Celibashi për Vision Plus shpreh se institucioni i administrimit të zgjedhjeve tashmë ka nisur procesin me përjashtim të Tiranës, e cila kërkon më tepër kohë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e pjesme të paktën për 5 bashki, por edhe për Bashkinë e Tiranës, Bashkia e 6, kemi një vëmendje ndaj zhvillimeve në këtë bashki. Nuk e dim akoma se si do të jetë ecuria ligjore. Celibashi thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret dekretin e presidentit për të nisur dhe me afatet e partive politike. Tashi do duhet të presim hapat ligjor qoftë të Këshillit të Ministrave apo dhe të Presidentit të Republikës në lidhje me dekretimin e datës së zgjedhjeve. Por ai ka fondet KQZ për zgjedhjet e reja fill pas 11 majit. Për këtë kryekomisioneri shprehet se do të ketë diskutime me qeverinë dhe parlamentin. Akoma nuk e kemi, nuk kemi shkuar deri aty sa të llogarisim të gjitha kostot për këto zgjedhjet e pjesme. Me siguri qoftë qeveria apo dhe Kuvendi i Shqipërisë do t'i përgjigjen pozitivisht kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financim të atyre aspekteve të procesit zgjedhor që ka nevojë për financim. Tashmë pritet që Këshilli i Ministrave të dërgojë shkarkimin e veliaj dhe vakancat në 5 bashkitë e tjera në presidencë, me krahun e shtetit që më pas ka 48 orë kohë për të dekretuar datën e zgjedhjeve.